Me shami e tiktokere e famshme, me shami e me këngë muzikë, me shami e me video të kota për çdo ditë. Aty vendohet një pikpyetje e madhe e asaj shamie pse. A vendon shamin se ta obligon familja? A vendon shamin se është tradit? A vendon shamin se flokët si bajnë? E tash një femër e cila i nështrohet Allahu edhe mbulohet me shami, çka pas? Par karakteri duhet të ketë dikush që mund të çmendet para kamerës, para telefonit, me çfarë? Për të fituar një telefon, një çantë, një parfum, që ky të jetë qëllim i një motrës muslimane, kjo është qëllimi më i ulët. Motra muslimane e ndershme, e cila ka nivel të imanit të islamit serioz, nuk ban gjeste të tilla mi dhan edhe milione. Pse sa ajo di që vlen më shumë se një çantë. Megjithatë ne presojmë të analizojmë gjendjen e vet me Allahun edhe në fund pendohet Allahu, nga se mundësia për përmirësim është çdo herë inshallah.